Arbër Hajdari është opinionisti i shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Opinionet e tij të drejtë për drejta kanë bërë që shumë fanca të jenë krahë Arbrit. Së fundmi në intervistën e tij të parë pas mbarimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ai ka treguar më shumë detaje rreth marrëdhënieve të ndërtuara në këtë edicion dhe miqësive të fituara. Mes batutash Arbri ka treguar se fill pas mbarimit ai ka telefonuar menjëherë Gerta Gexharin dhe se ka lënë të dalin së bashku me grupin e banorëve. Arbri nga ana tjetër pohon se gëzon një raport shumë të mirë me të gjithë ish-banorët të shtëpisë së famshme që për edicionin të tij të parë. Nga ana tjetër, në 4 edicione që ai ka mbajtur, ai ka veçuar Jacqueline Lekatarin dhe Neda Ballukun si opinionistët kreativ më të preferuara. Më tej Arbri pranoi se në këtë edicion patjetër ka fituar dhe miqësi, sidomos ajo me drejtuesen e spektaklit, Ledion Liço dhe producenten Sara Hoxha. Sara profesioniste për mendimin tim më e mirë në këtë troje. Ky televizion e ka treguar se është një nishi i spektaklit, ka treguar që meriton t'i heqësh kapelen, përfundoi Arbri fjalinë.